Shkak tjetër është sepse Kurani shëron nga smundjet e dyshimeve dhe të epsheve. Shejtani për ta devijuar njeriu nga rruga e drejtë i përdor këto dy gjëra. E para është dyshimet, është shubuhat, dhe e dyta është epshet, është shehewat, epshet. Dhe kjo pra përmendet në ajetin kuranor që e thamë më herët, lemma saberu, kur bënë ndurim. Bënë ndurim, do më thonë udhëhecit e muslimanve në aspektin fetar, imamat, ata që do t'jenë më lartë prej muslimanve në xhenet, e arritën këtë shkallë kur lemma saberu, kur bënë ndurim, do më thonë ju kundërvyen epshit, bënë ndurim. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dhe ishin të bindur në argumentet tona, do më thonë ju kundërvynën kujt? Dyshimeve. Andaj edhe shejtani për t'i devijuar njerëzit i përdor këto dy rruga, ose e përdor epshin, ose i përdor dyshimet. Epshin për t'a futur në mëkate, dyshimet për t'a futur në kufër, në shirk ose në bidate. E Kurani çka bën libri i Allahut subhanahu wa taala? E shëron besimtarin, edhe prej kësaj, edhe prej dyshimeve, se i bie do më thonë argumentet fuqishme që ja largon gjitha dyshimet e mundshme besimtarit, po edhe prej epsheve, sepse ja tregon rrezikun e pasimit të epshit, dënimin e kështu me radhë. Andaj për këtë shkak Kurani është prej shkaqeve më të fuqishme që besimtari të jetë i qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala.